Përshëndetje të nderuar shikues, po takohemi në edicionin informativ të orës 11. Në komentet që dorëzoi në gjykatën kushtetuese për çështjen e shpërndarjes së kuvendit, presidentja e vendit Vjosa Osmani ka thënë se dekreti i saj është në përputhje me kushtetutën. Në këto komente, presidentja ka thënë se edhe bazuar në deklaratat e zyrtarëve të lëvizjes vetëvendosje që kanë quar lëndën në kushtetuese, 5 marsi ka qenë afati i fundit për zgjedhjen e presidentit. Osmani ka thënë se nuk do ta dekretonte shpërndarjen, do të cënojë randi kushtetues. Ajo ka thënë se ka pasur neglizhim të detyrimit kushtetues për të zgjedhur presidentin e ri. Dekreti, sipas komenteve, nuk ka krijuar një realitet të ri juridik, por ka formalizuar një pasojë që buron drejt për drejt nga dështimi i kuvendit për të përmbushur një nga detyrimet e tyre themelore kushtetuese.